tash 22 vjet e kam emisioni Rubicon, edhe më kujtua që ka qenë viti me mas shumë të emisione Rubicon ndonjëherë. E gjithë gastaria ka ndryshuar shumë. Sa për ju shemë një informacionin nga TikToku? E shkruan Adriatik Kelmendi, aksident komunikacioni, del se unë kam vdek para një 15 vjetë. I kom ble ato pikat të syve që i kom pas që i ki reklamu të kam bërë të mirë. Pra, unë edhe në opinionet e mija, unë kam kritikuar Ramush Haradinajn, Hashim Thashin, Isa Mustafën, Ibrahim Rugovën, Albin Kurtin, është tash zoti Hashim Thashi, se ka qenë shumë i fuqishëm, ka qenë kryeministër, president, për 5 vjetë nuk më ka ardhur në emision fare. Tash Albin Kurtis më ka ardhur në emision tash e 2 vjetë e gjysmë. Mirëdita dhe mirë se erdhët në ngjarjen e radhës Loyola Talks.